Kryeministri Edi Rama zbuloi se po shkruan një libër të ri me fjalët e sofrës së iftarit. Po përgatis tani një libër me fjalët e sofrës së iftarit, thjesht për kënaqësinë e shqipës, jo për ndonjë arsye tjetër, dhe për dëshirën që ti shoh në një libër disa gjëra që i kam shkruar me shumë dëshirë. Kreu i qeverisë ndau detaje nga procesi krijues i librit të tij të radhës. Gjatë podcastit flasim në një bisedë me studiuese Natasha Shuteriqi Poroçani, mbesa e shkrimtarit dhe publicistit Elbasanas Dimiter Shuteriqi, ku në fokus ishte rëndësia e gjuhës shqipe si shtyllë e identitetit ton kombëtar dhe ruajtja dhe kultivimi i saj. Vazhdimisht kur mundem, për shembull në avion, në makinë, kur jam që shkoj lëviz nga një vend tjetër, më pëlqen shumë që të shkruaj copza gjëra që lidhen natyrisht, lidhen me punën, lidhen me fjalimet. Teksa tregoi dashurinë e tij për gjuhën e pastër shqipe, Rama u ndal tek dhunimi që sipas tij po i bëhet asaj. Ajo që është tragjike për mua është mënyra se si po sakatohet, po varfrohet, po përshëndohet shqipja. Viktima e parë e gjuhës shqipe që kur hyri kompjuteri i parë këtu në këtë vend është ë-ja. Dhe unë më kujtohet kur shkova në Ministrinë e Kulturës, unë vura një job për ata që i bënin shkresat pa ë, dhe unë nuk firmosja shkresa pa ë, pastaj. Natasha Shuteriqi Poroçani, si shkrimtare lektore në Universitetin Aleksandër Mojsiu, në Durrës kërkoi që gjuha shqipe të futet dhe në arsimin e lartë. Po vazhdoi të ngulmoj shumë për një integrim të gjuhës me letërsinë në arsimin e mesëm të lartë. Të mos bëjmë gjuhë për gjuhë, po të bëj gjuhë në të shprehur, që kur ai të mbaroj klasën e 12 të jetë një zotrues i mirë i gjuhës shqipe. Më herët numri 1 i qeverisë ka publikuar librin e tij Kurban, në të cilin flet për hyrjen e tij në politik, por edhe për Shqipërinë, degradimin dhe të ardhmen e saj.